Mirëmëngjesi për të gjithë ju që sapo jeni zgjuar dhe keni nisur ditën në Info Plus në Star Plus Televizion. Sot do të flasim për arsimin profesional, i cili po merr një hovë shumë të madh në Shkodër dhe në të gjithë Shqipërinë vitet e fundit. Dhe për të folur për arsimin profesional, kam të ftuar sot mësuesin e shkollës Hamdi Bushati, Risal Ceka. Mirëmëngjesi. Përshëndetje. Mirë se u gjeta, edhe faleminderit për ftesën. Është një kënaqësi të të kem sot në këtë mëngjes në studio dhe ta nisim javën së bashku dhe të flasim për arsimin profesional. Çfarë është arsimi profesional në Shkodër, Risalt? Arsimi profesional në veçanti, pra, kuptohet vetëm thjesht për fillimit dhe fundit të asoj fjalës profesioni. Profesioni është ajo e cilet jo jep dije, jep një profesion, jep një identitet dikujt, një nxënësit, një studentit apo një kursantit të cilët ai e ushtron dhe më vonë e del në treg me atë profesion që ai merr. Sa e rëndësishme është për nxënësit që të dalin nga shkolla me një profesion? Sepse tregu i punës është bërë shumë i vështirë kohët e fundit në Shqipëri dhe sa e rëndësishme është për këta nxënës të dalin me një profesion? Kohët e fundit, jo vetëm kohët e fundit, por gjithmonë ka kënd dhe gjithmonë do të jetë që profesioni është gjaja e parë, jo në vendin tonë, por çdo vend, si në Bashkimin Evropian, si po thëmë tonë botën, profesioni është ajo të cilët i duhet njeriut. I duhet dikujt për me jetu, me kriju një familje, për vetin e vet, për çdo gjë që ai mund të ketë një të ardhme ndoshta me atë profesion më të mirë se sa ndoshta një shkollë, një mund të thojmë një letërsia, pavarësisht se nuk do më hall poshtë dhe punën e tyre, tjera, por profesioni është profesion. Flasun unë e kuptoj në vetë sepse unë vetë kam profesionin tim dhe thjesht duke të shpjeguar ty e shoh dhe ndjej që profesioni është shumë i domosdoshëm. Dhe ka qenë i domosdoshëm për mua që thonë dhe vazhdon të jetë. Patjetër, dua të nisim pak të flasim për shkollën. Hamdi Bushati është një shkollë që po preferohet shumë vitet e fundit, ndryshe nga më përpara, që ka qenë një shkollë që nuk është preferuar edhe aq shumë nga nxënësit. Kohët e fundit ajo ka vazhduar të rrisë numrin e saj, të ketë më shumë vajza, të ketë nxënës që dëshirojnë shumë të frekuentojnë këtë shkollë. Si po ndryshon numri i nxënësve vit pas viti, Risalt? Themi të vërtetën, jo se po e thojmë që jena shkolla na dhe nuk ka kërkush tjetër, por them vërtetën, vitin e fundit kena dorë shkolla më mirë në pjesën e veriut dhe kena pas një përqindje më të madhe se sa vite tjera të regjistrimeve nga klasat e dhënta. Dhe më bukur është me ndryshimin e ligjit, sepse ligji deri para sa disa viteve nuk ka leju që një nxënës i gjimnazit të vinë në shkollë profesionale dashur me përsërit dhe herë vitin, por me ndryshimin e ligjit bën që nxënësi nga viti i dytë mund vinë në vit dytë po në shkollë profesionale. Kjo është diçka shumë e mirë, pasi mund të ndihmojë edhe nxënësit të cilët janë të kënaqur me shkollën e përgjithshme që mund të jetë. Është gjëja kryesore për ata nxënës, gjëja më e bukur për ata nxënës, dhe them që po të vazhdojmë me këtë ritme, do të jetë jo për ne, sepse na jena breza që po e lajmë profesionin të dikut tjetër, po e lajmë shkollën të dikush tjetër, thjesht për ato nxënës, për ato vitet e para që kanë ardhur si mjet, për ato të dyta që marrin në fund krejt të vitit dytë marrin profilin që zgjellin në turizmin, në ekonomikun, në konfeksionin, them që është diçka që ato hala nuk e kuptojnë se ç'janë të bëjë. Thjesht ato kuptojnë ku marrin diplomen, kur ato punësohen, pavarësisht se punësimet janë që në vit dytë, kur ato punësohen dhe dalin në rrugë vetë. Ti përmendet 3 degë që ndahet kjo shkollë. Cila është dega që është më e preferuara? Dega preferuar ka qenë dhe mete turizmi. Turizmi. Jo sepse është një degë që mund të thojmë turizëm dhe ka shumë gjana, ka shumë profile mbrand, por është një degë e cila kërkohet, ka punësim shumë. Punësimi bën që të kërkojnë dhe vazhdojnë të kërkojnë prapë dhe nxënësit shohin tregun e punës dhe vazhdojnë regjistrimet dhe degën që ato kanë qef. A shikojmë një numër në rritje vit pas viti në degën e turizmit? Ka pas rritje mirë, si mjet, ishte rritje e kënaqshme për shkollën tonë, pavarësisht se në disa shkolla po ndëgjojmë që ka ulje të nxënësve, emigrimi, jo ndoshta pjesë tjera, por mund thojmë që jena mirë. Kjo është diçka shumë e bukur. Si zhvillohen praktikat në shkollën tuaj? Në vitin e parë nxënësit qëndrojnë në shkollë, pra praktiken e bëjnë në shkollë.
Në vit dytë, praktika vazhdon të bëhet 50% në biznes dhe 50% në shkollë. Në vit tretë, nxënësi kalon me ato module, kalon në biznes dhe mund të thojmë që punësohet. Pra dhe punësohet dhe bën praktikën dhe sigurohet nga biznesi me anë të një kontratë të cilën shkolla, ministria e ka vënë në dispozicion për këtë nxënës dhe për këto biznese që mos ketë në lesa, mos ketë pjesë, domethënë tatime jo anë jo kënaj, po është mirë. Ti përmend bizneset dhe biznesmenët, po ankohen gjithnjë më shumë që nuk ka profesionist. Shkolla juaj përveç se ndihmon nxënësit që të kenë një punësim të shpejtë, pra që në vitin e dytë, siç e përmend edhe ti, a ndihmon kjo edhe bizneset që të gjejnë më lehtë punëtorët e tyre? Normal që po. Ne kena marrëveshje me 153 biznese në gjithë Shkodrën dhe për çdo punëtor ose për çdo ato që nevojë që ato kanë, si nga ana recepcionit, si nga ana konfeksionit, ekonomiku, çdo çdo gjë, kuzhina, më thojmë guida turistike, kuzhinieri, drejtohen shkollës tonë. Na kena një kamp, kena një info point që kena çdo vit ku presim biznese, telefonojmë biznese dhe bëjmë një njohjen nxënës biznes dhe mësues. Shkolla juaj organizon shumë aktivitete përveç këtij që ti përmende. Duhet të përmendësh edhe disa të tjerë që janë më të veçantit. Ne shpeshherë i pasqyrojmë në edicionet tona, por duhet të përmbledhësh ti pak a shumë këto aktivitete, sepse mbahet si një shkollë që është me shumë aktivitete të mira dhe shumë të bukura, një shkollë e veçantë në Shkodër. Kena mbyll javën e praktikave profesionale. Ishte një javë intensive, një javë e bukur, me ndryshime çdo vit nga java e praktikave profesionale që bëhet në shkollë, sepse çdo vit mundona me sjell diçka tre tek nxënësit, tek mësuesit që ato japin mësim aty dhe tek prindrit dhe bizneset që vinë na vizitojnë këtë javë. Janë dyert e hapura për tana shkollat, janë dyert e hapura për biznese, për prind, për çdo kënd që vjen dhe e mbyllim me sukses. Ishte pra po përmendë aktivitetin e fundit që ishte, sepse ju siç e thotë, kena aktivitete të larmishme, të çumbullshme, por jena mirë dhe kena prap ardhi festa e nëntorit, 29 nëntori, po vjen Krishtlindjet, po vjen viti i ri dhe ne jena gjithmonë të angazhuar me gjëra të reja. Kjo është diçka shumë e bukur dhe besoj shumë tërheqëse edhe për të gjithë ata që janë nxënës në atë shkollë. Por pjesa e mësimit, a ka një veçori nga shkollat e tjera? Veçori ka, sepse ne jena arsim profesional, jena shkollë profesionale dhe përveç lëndëve të përgjithshme, ka edhe lëndë profesionale, që bëhen pjesën, po flas për pjesën e turizmit, pra më shumë në shkollën tonë nxen lënda profesionale për arsye sepse edhe shkolla është vetë ashtu. Në pjesën e turizmit, si ndahen lëndët profesionale? Kena në teorike dhe praktike. Mësuesit janë të ndonë, disa mësues japin praktikën dhe disa japin teorinë e atij profili që nxënësi merr. Dhe si janë këto pjesa praktike, pra ti përmend edhe më parë që në shkollë është një ambient i posaçëm, mund të na tregosh pak më shumë për këtë ambient? Në shkollë ekzistojnë ambientet e kuzhinës, bë restorantit, recepcionit, lavanderisë, informatika, konfeksioni dhe pjesa në momentin që në nxënësit, po them në shumës, kemi në klasë, ndoshta 3 orë, 4 orë zhvillojmë pjesën teorike në klasë dhe më vonë kalojmë në kabinetet e kuzhinës siç e quajmë na dhe vazhdojmë praktikën aty. Vazhdojmë praktikën në shkollë. Më pas ndërthuret në vit të dytë me bizneset. Në vit të dytë kalon 50% sistem në shkollë dhe më vonë ato shkojnë në biznes. Pra një ditë nxënësi qëndron në shkollë dhe një ditë nxënësi kalon në biznes. Është çdo ditë praktika? Zhvillohet çdo ditë apo disa herë në javë? Disa herë në javë. Në vit të dytë dhe në vit të tretë praktika fillon të shpeshtohet. Kurse në vit të parë nxënësi merr pjesën bazike të asaj pjesës ku ai ka hyrë, po pjesën e përgjithshme. Pjesën e përgjithshme të turizmit, ku merr pjesën e restorantit, kuzhinës, ujitës turistike, recepcionit, pastrimit e tjera me radhë që vinë. Duhet më përmendësh ndonjë histori suksesi nga nxënësi që ti ke pasur. Ti vetë personalisht je një histori suksesi e dal nga ajo shkollë ku sot je një nga mësuesit e asaj shkolle, por duhet të më përmendësh ndonjë nxënës të veçantë që ti ke pasur dhe sot ka arritur aty ku ti ke menduar se ai do arrijë. Histori suksesit kena shumë. Domethënë, unë quaj histori suksesit në momentin që një nxënës bëhet shef kuzhinet. Kjo është historia dhe gjëja më e bukur për mua si mësues, për shkollën dhe për vetë nxënësin
që ka rrit ndoshta mas 4 viteve më bë shef kuzhinë, sepse shef kuzhinë nuk bëhet kushdo. Po. Sidomos në vendin tonë që na kena një kuzhinë tradicionale të ndërthurur me zetare etj dhe është pak e vështirë të jesh shef kuzhinet, por historia e suksesit është kjo. Historia e suksesit kena edhe një nxënës që para 2 javëve fitoi një konkurs dhe është do të marrin pjesë në kompeticionin në Kroaci ndërmjet shefëve tanë botës. Kjo mund të quhet dhe histori e suksesit, pavarësisht dhe shumë tjera që unë nuk i maj mend, por jena mirë, me histori e suksesit jena mirë. Nxënësit, sa krenar të bëjnë të ndihesh? Kretë mirë, kur e shaf televizor të dol, kur e shaf që ka marrë një diplom, një certifikat, një medalje, a gjë e ma bukur. Jo për mu, thjesht kam qef që e arriti, punoj dhe arriti. E pavi që me pun, arrihet. Dhe jo Të vetëm me ndonë fjalë. ndonjëherë ndonjë restorant të shkosh dhe të provosh gatimet që ti u ke mësuar atyre? Në të pos marrëveshje, kontrata me tonë bizneset, na bëmë ikë për to, i pari lokali poshtë, janë zonës tonë, dhe vazhdu në tana rrugë, në tana lagjet, në tana vendet që janë është e mushën me praktikanta dhe me nxënës që punojnë. Sa mirë të bënd të ndihesh kjo pjesë? A gjatë mirë, sepse e shaf nadje në klasë, në kabinet kuzhinës, dhe e shaf mas dite në kuzhinë, me tigandor, dhe të organizu kuzhinë dhe a gjatë lezeqme, shumë e bukur. Shumë e bukur dhe shumë krenarit dhe tjetë. Shumë. Por pjesa me zyrën e punës, duhet më tregosh pak më shumë për praktikat profesionale që zhvillohen atje që ti je pjesë e tyre. Në qendrën e formimit profesional organizohen dhe ka shumë kurse profesionale. Një ndër to ishte edhe që mbyllëm me sukses, ishte edhe i kuzhina, që ishte garancia rinore, ishte për herë të parë që u zhvillu në Shkodër dhe morën pjesë 7 deri në 8 nxënës që dolën me sukses. Pra ishte një pjesë e praktikës që nxënësi dhe mund të thojmë kursanti punon, praktikon dhe merr rrogë, pa duke bërë praktikën dhe paguhet. Për këtë pjesë, po. Kjo ishte gjëja më e bukur që nolli si mjet në Shkodër. Kurset në qendrën e formimit profesional janë të shumëllojshme, siç thash, kuzhina, po aty janë bar restoranti, recepsioni, pizzeria që është një ndër kurset që unë vetë ushtroj dhe jap në qendrën e formimit. Unë thëmë këna kanë mirë, më pëlqen, sepse aty është të çdo lloji moshe. Po, do më thënë nuk ka një kriter për Jo, nuk përzgjedhjen kena, e aty është moshës. 18 e sipër, që mund të jetë kriteri i parë, dhe është gjëja e bukur sepse organizohesh dhe futesh në kuzhinë me një moshë të larmishme. Të larmishme, mosha të ndryshme. Po. A ka një kriter për përzgjedhjen e këtyre personave? Kriteri i parë është ato persone që janë të papunë. Po. Pra, pa punë, regjistrohen në zyrat e punë si pa punë, më vonë shkojnë tek qendra e formimit profesional, bëjnë regjistrimin dhe presin, dorëzojnë dokumentat përkatëse, të cilat duhen për vazhdimin e kursit dhe vazhdon kursi. Po më pas, për ciklin pasi mbaron kursi, a ka ndonjë afrim tek bizneset? Pasi mbaron kursi, na kena prioritet, sepse dhe kursi, mas kursit, dhe më thënë qendra e formimit profesional, ofron biznese, dhe aty kena marrëveshje me biznese, të cilët marrin smarimit kursit, ne i kena të detyruar dhe nxënësi është detyruar të hyjnë në biznes dhe të vazhdojnë praktikën dhe të punësohet. Ma diplomë që i merr në qendrën e formimit profesional. Pra është një diplomë shumë e vlefshme. Po. Njihet në të gjithë Shqipërinë? Njihet, si diploma e shkollës profesionale dhe diploma e qendrës formimit profesional, njihet në çdo lloj, në çdo vend të Bashkimit Evropian. Në çdo vend të Bashkimit Evropian, pra jo vetëm në shtetin tonë, por në çdo vend të Bashkimit Kam raste 2 dhe 3 raste nuk e di që diploma njihet dhe në Amerikë. Sa bukur. Kjo është diçka vërtet shumë e bukur për një të ardhme edhe me të sigurt për ata që duan të ikin jashtë. Dua të kaloj edhe një herë tek ajo që përmenda pak më parë, se thash më parë që ti vetë je një histori suksesi, duke qenë një nxënës në atë shkollë dhe sot je një mësues. I kujton ti momentet e para të shkollës tënde, si çfarë të shtyll të hysh në atë shkollë, dëshira për të ndjekur kuzhinën, si ishte? E mban mend? Por, do të falenderoj ta mësuesët që më kanë bërë mësim, që kanë dalë pension, dhe ta mësuesët që i kam pas mësuesët dhe tash i kam koleg. I jep një falënderim veçantë dhe gjatë bukur që nga nxënës të kalosh koleg me to, është një për mua shkrenari, është shumë edhe për to do të jesh shumë krenari. Është i diçka që rall noll dhe kur noll aty ku duhet. Unë e fillova si tanë tjertë, na dikur s'kena pas kushte, shkolla nuk ka kanë kështu, nuk kena pas një kabinet të vogël me pak kushte, por a din disa me pak kushte, ai që do të punu punon. Punon, patjetër. Punon dhe nuk pyet për kushte, për pajisje, për mjete, për thjesht me ato që ka
truri, fantazia është ajo që të bën me ecë përpara dhe vullneti që është gjëja e parë. Të afruan ishin ata që ishin sfund të jote, kolegët e tu tashmë, pra mësuesit e tu të dikurshëm? Mësuesit e mi të dikurshëm ishin që unë vazhdosha shkollën, mos ta lesha në gjys dhe të vazhdosha kuzhinën, që tash jam i kuzhinier. Sa bukur. Tani je një kuzhinier në një prej restoranteve më të mira në Shkodër dhe për këtë a janë kritik, a të përgëzojnë kur vinë të hanë tek ti? Si janë kolegët e tu në raport me këtë pjesë, në pjesën tënde të kuzhinës dhe të profesionit si kuzhinier? Kolegët e shkollës po thojmë që Po, vinë ato që kanë qenë mësuesit e tu. që vinë dhe provojnë ushqimet e mia, që i kanë provuar domethënë me kohë, dhe vazhdojnë vinë të une, deri tash me thonë drejtën holos kosh. Por mirë janë, nuk kanë pas disa kritika, por ato kritika unë jam mundu që mi thirë edhe herë mos e mujt me po që s'është maja gjohë. Është dhe diçka e mirë, sepse ndoshta të ndihmon të forcohesh. Dua në fund nga ti një thirrje për të gjithë të rinjt që kanë pasion kuzhinën, për të gjithë të rinjt që duan të merren me turizëm. I bëj thirrje tonë të rive, tonë ato nxënësve të shkollës 9 vjeçare, mos ta lejnë mos doret dhe mos ta anashkalojnë arsimin profesional. Mos të lojnë një profesion që ato kanë qef me vazhdu, që kanë pasion dhe se kanë të mujtën, ta vazhdojnë në kurse, në shkollë profesionale, sepse këto shkolla dhe këto kurse mundson që ai praktikant, ai nxënës nga shkolla vjeçare të dalin në një biznes dhe dalin në jetë, dalin në rrugë dhe vazhdojnë që ka pas më orta pasion që është i vogël, sepse të vegjël e marrin pasionin, e marrin atë pjesën e profesionit, ndoshta nga mami, babi dhe kanë qef ta vazhdojnë, por s'kan pas mundësi sepse s'kan pas shkolla, kurse, por tash i kanë ata. Të falenderoj shumë që ishe me mua këtë mëngjes, Risalt. Faleminderit Spriush. Faleminderit dhe të gjithë ju që na keni ndjekur deri në këtë moment në Info Plus. Takimi radhësh së bashku nesër.